6, 5. Po numërohen sekondat e fundit. Dhe ndryshohet i gjithë vendi. Në fshatin Vogov të komunës së Gjakovës në pranitë e shumë njerëzve u ndezën dritat përndër të Krishtlindjeve e vitit të ri. Ky fshat kishte marrë pamje ndryshe natën sepse pothuajse i gjithi ishte vezulluar. Prifti i fshatit falenderoi të gjithë që kontribuan që kjo natë të shkëlqej. Është një gëzim i jashtëzakonshëm sidomos për mua që disa vite shërbej në këtë vend, por mund të them i falenderoj shumë rinin sepse iniciativa ishte e tyre. Drita erdhi në këtë botë që ta largoj errësirën. Edhe për atë arsye është si simbol edhe i jetës, edhe i ndryshimit, i largimit të çdo errësire, çdo terri, kështu që sepse thotë shkrimi i shajt, njeriu që ban mirë nuk i fregohet dritës. Vetëm ata që bën keq ata lypin terrin. Ne dëshirojmë që të jetë gjithmonë drejt. Banorët ja dedikojnë këtë kënaqësi të rinjve të fshatit të cilët punuan pa ndalur për të shndruar këtë vend në ambient parallor. Tritë dhe trejat kanë marrë iniciativë, unë si kryesuesi i fshatit i kom përkrah dhe ne kanë përkrah dhe bashkëdhetarët me mjete që o konë e pamundshme, po mos i shkon ata. Dhe kështu kena ardhur deri në natën finale. Tash ndjesja drita do të vazhdon deri natën e Kështjellau. Do të kena musafir çdo mramje. Do të vazhdon. Këtu u ofruan pije të ndryshme për të gjithë të interesuarit, ulse si dhe zjarr që ngrohu të pranishmit. E të rinjtë të fshatit janë të kënaqur me rezultatet dhe thanë se janë munduar me ditë që kjo natë të vezulloj. Kena punu fëmija, djemë, burra, qikat, gratë, krejt, do me thonë, krejt si fshat kena punu për me realizu që sa në të bukur që kena punu. Jena në ndimi shumë të lumtur mas pari ma me punën tonë edhe me veprat tona. Do me thonë ndimi të lumtur edhe se ju e pëlqeni punën tonë. Son të orvisht nata parë, do me thonë, po besoj që deri natën e Krishtlindjes ka me pas ma shumë njerëz. Edhe njerëzit nuk kanë informu ma shumë. Son të orvisht nata parë, do me thonë, për natë parë, unë e ndina e lumtur që ka shumë interes me pa, do me thonë, vendin tonë. Në fshat të gjithë kënaqen me bukurinë dhe atmosferën që mbretëron natën. Të krishterë e musliman kanë punuar së bashku për të rregulluar që ky ambient të duket kështu. E këtë natë janë bashkë që ta përjetojnë bukurinë. Unë jam vendase e fshatit Vogov, jam e besimit islam, por jam shumë krenar me thonë drejten për krejt këtë sanë që a kena pa bashkë krejt. Veçanë si shmë shijet, s'po muj me dalu se janë krejt zdi, diqysh janë shumë emocionuse kur për shok të pamje. Veçanë kemi vend zet, ndesin zjarme, çokolada nxehta, është perfekt. Për vizitë kishin ardhur edhe disa bashkëdhetar që shijuan shumë këtë pamje. Shumë bukur, unë jam hera parë që to, unë pëlqen shumë bukur e keni në dekorimin, mirëpritja është shumë mirë, e kisha thirrë krejt trenin, edhe krejt tjerë njerëzit që jetojnë në Kosovë që vinë stash për jashtit, marrë me pa që të vend, se tepër bukur e keni në req. Vinë për shefi, me pi ndaj verë ose ndaj qajt, vi me po dekorimin sa bukur e kanë ba, me po munin e këtive poplit sa shumë me dojtë vendin e vetë.
Shumë fshatra të komunës së Gjakovës kanë bërë ndezjen e dritave dhe zbukurimin e kishave të fshatit. Kjo ka ndikuar shumë në gjallërinë dhe atmosferën festive e cila po tërheq vizitorë të shumtë.